Kam ndjekur një leksion të pastorit amerikan John MacArthur dhe im është dukur një rufian që nuk e ka shokun. Ju ftoj edhe juve të ndiqni. E keni në YouTube, kërkojeni me John MacArthur Theology of Creation. Në këtë leksion, ai bën çmos të na bind se shkenca i rri sipas trupit fesë. Si sillet bota, ha? Në fillim u kërkoi shkencëtarëve që zburimet e tyre t'i përputhen me librat e shenjtë, në mos do ta kishin punën pisk. Tani pasi fetë kanë humbur betejën me shkencën, kanë zënë të kërkojnë në librat e shenjtë fakte që e bëjnë fenë të përputhshme me shkencën. Këtë bën edhe pastori në fjalë, dhe asesi. Herbert Spencer ka qenë një shkencëtar që nuk besonte në Zot. Shpikja më e madhe e tij, ja bën pastori, është ajo që thotë se çdo gjë që ekziston në këtë botë përfshihet në një prej 5 kategorive që janë: koha, forca, veprimi, hapësira, lënda. Përsëris: koha, forca, veprimi, hapësira, lënda. Vini re tani se ku i ka shkuar mendja e pastorit. Ai merr frazën e parë të Biblës, frazën me të cilën hapet Testamenti i Vjetër, e cila të gjithë e dim tani më bën kështu: në fillim Zoti krijoi tokën dhe qiellin. Dhe pastori bën këtë puqje të shpikjes së Spencerit me pohimin biblik. Në fillim Zoti krijoi tokën dhe qiellin. Në fillim, kjo është koha, e bën pastori. Zoti, kjo është forca. Krijoi, ky është veprimi. Qiellin, kjo është hapësira. Dhe tokën, kjo është lënda. Dhe përfundon, gjithçka që Spencer i shpiku është në vargun e parë të Biblës. Wow! Për t'i bërë pak kërshillëk pastorit, po ju kujtoj një datë, 22 qershor 1633. Është data kur një grup kardinalësh e teologësh inkvizitor u mblodhën në Rom dhe morën një vendim që thoshte se Galileo Galilei dënohej me burgim të përjetshëm për krimin e herezisë. Dhe herezia vinte prej idesë së tij se dielli qëndron i palëvizur, i palëvizshëm, dhe se është toka që vjen rreth diellit. Kishte arritur në këtë përfundim pas vëzhgimesh që kishte bërë me teleskop. Mirpo, kjo gjë binte ndesh me ato që thuhej në Bibël, saktësisht në kronikat e para e në disa psalme. Zoti e krijoi tokën dhe fiksoi mirë ato, e bëri të palëvizshme, thuhet në thelb në këto pasazhe të Testamentit të Vjetër. Por duhet thënë se Galileo Galilei ishte me fat. Ja 30 vjet përpara tij Giordano Bruno, po për herezi që vinin në pikë pyetje apo hidhnin poshtë versionin biblik të krijimit të botës, përfundoi në turrën e druve, e dogju të gjallë. Duhet thënë se nuk është vetëm krijimi i botës, ku Bibla ja ka futur kot. Është fjala vjen edhe mosha e kësaj bote. Me qëra fjala, ç'mosh ka bota? Kur është krijuar? Bibla nuk është shprehet për këtë. Por një ide krijohet duke lexuar Biblën. Madje një peshkov irlandez i shekullit të 17 me emrin James Ussher është ndër të parat që ka bërë ca llogarira mbi bazën e dhënave që gjenden në Bibël. Më saktë mbi bazën e pemës gjenealogjike që gjendet në kapitullin Gjeneza të Biblës dhe mbi bazën e kronologjisë së ngjarjeve që rrëfejnë aty. Madje e futin në hesap edhe atë periudhë kohe që ndante botën e Testamentit të Vjetër nga bota e Testamentit të Ri. Dhe atij i doli që data e krijimit të tokës është 23 tetori i vitit 4004 para Krishtit. Me këto llogari bie që mosha e tokës të jetë 4004 plus 2016, që është viti pas Krishtit në cilin ne po jetojmë, dhe na del që toka është sot me moshë 6022 vjeçare. Shumë e re. Pa besueshmërisht e re. Më pas të përgjigjëstruar nga shkenca kanë dalë plot krishterë që nuk e pranojnë humbjen, e që thonë se po prit, se pema gjenealogjike në Bibël nuk është e plotë, dhe se ditën biblike nuk kemi pse ta marrim të barabartë me ditën tonë 24 orëshe, etj. Por këto janë yçkla që kanë dalë pasi shkenca arritin përfundimin se toka ka një moshë të paktën 1 milion herë më të madhe se sa mosha biblike. Shkenca e gjeologjisë na thotë se toka është me moshë gati 5 miliard vjeçare. Dhe shkenca e gjeologjisë nuk bën shaka.
Në ndryshim nga kristianët, muslimanët nuk paraflasin për një moshë kuranike të tokës. Por edhe kur qëllon që ndonjëri flet, e ka gati asin në mëngë, që janë nxjerrë moshën kuranike të tokës të barabartë me moshën gjeologjike. Në Kuran thuhet se koha në qiell rrjedh ndryshe nga koha në tokë. Ka një kontradikt aty, nga që një herë thuhet se një ditë në qiell është baraz me 1000 vjet në tokë, e një herë tjetër thuhet se është baraz me 50.000 vjet në tokë. Por për muslimanët ka rëndësi thelbi pohimit. Koha në tokë rrjedh me mijëra herë më shpejt se koha në qiell. Dhe këtë pohim ata e shohin si çelësi që moshën kuranike të tokës mund ta përputhë me moshën gjeologjike. E fusin kot kuptohet. Pohimi se koha në qiell rrjedh ndryshe nga koha në tokë mund ta marrim si një gjepur edhe thjesht duke znabuar Kuranin. Por jo, s'është nevojë të shkojmë deri aty. Ky pohim bie duke u referuar po Kuranit. Është vetë Muhameti, më saktë udhëtimi i tij në qiell gjatë një nate të vetme i hipur mbi burakun kalit me krah i shoqëruar nga angjëlli Gabriel që e hedh poshtë. Muhameti e la Aishën në gjumë dhe gjithë natën e kaloi duke folur sa me Adamin, sa me Jezuin, sa me Mozen, sa me Zotin vetë. Ishte gjithë natën e qiell pra. Kur u kthye, Aishën e gjeti sërish në gjumë. Gjë që do të thotë se koha kishte rrjedhur njësoj si për të që ishte në qiell, si për Aishën që nuk kishte lëvizur në shtratë. Po të ishte ndryshe. Po të ishte se një ditë në qiell do të ishte sa 1000 vjet në tokë, do të binte që Aishën të mos e gjente më në kthim, ose ta gjente diçka më shumë se 333 vjeç. Shikoni, të gjitha pretendimet e besimtarëve mund të gëlltiten. Ta zëmë se mund të gëlltiten. Por pretendimi se skripturët janë libra shkencore nuk ka fare bëthëri. Rrim edhe pak te Bibla. Bibla jo vetëm që nuk ka asgjë shkencore, por ajo, siç theksohet më sipër, se ka pasur përgjasti kundërvije të shkencës. Këtë gjë e bën edhe sot. Si fjala vjen në rastin e qelizave staminale të një embrioni human. Kërkimi në këtë fushë do të bënte të mundur, kjo është shpresa dhe premtimi i shkencëtarëve, kurimin e një numri sëmundje si Parkinsoni, Alzheimeri, diabeti, palca kurrizore dëmtuar, etj. Qelizat staminale të embrioneve humane kanë një cilësi që i bën ato shumë të çmuara. Ato kanë potencialin të coptojnë apo të rinovojnë vetveten e të kthehen në lloje të tjera qelizash, të cilat mund të shtihen në punë në kurimin e këtyre sëmundjeve. Por të krishterët kanë ngritur zërin kundër kësaj ideje. Të marrësh qeliza staminale në fakt në një fetus human do thotë që fëmijës së sapo ngjizur ti marrësh jetën. Mirë, në Bibël thuhet që fëmia i sapo ngjizur është njeri me titull të plot. Tek Psalmi 139:13 thuhet se ti o Zot më formove me mishe me shpirt në mitrën e nanës. Tek Psalmi 139:15 thuhet se o Zot nuk isha i fshehur për ty kur më formove në fshehtësi në mitrën e nanës. Diçka e ngjashme thuhet edhe në librin e profetit Jeremia 1:5. Në këtë pikë muslimanët janë më me fat. Profeti i tyre, sipas një hadithi, ka thënë se fëmijës së sapo ngjizur i mvishet shpirti, domethënë ai bëhet njeri pas 40 ditësh. Dhe kjo do të thotë se asgjësimi i tij para se të mbush 40 ditë nuk është identik me vrasjen e një njeriu. Dhe kështu Kurani na rezulton se është më shumë në favor të shkencës së Bibla. Në thonjza, më shumë në favor. Tani, shkenca është bërë aq e rëndësishme sa çfarë nuk bëjnë besimtarë për ta pasur si aleate, sidomos për të mos pranuar humbjen përballë saj. Veçanërisht muslimanët e këtyre kohëve që shkojnë deri atje sa shumë më shumë se të krishterët janë të bindur që libri i tyre i shenjtë dhe shkencë e kulluar. Ata besojnë se shkenca nuk bën gjë tjetër veç se zbulon me vonesë, pohime e përfundime kuranike. Ata besojnë se Kurani ka shpikur teorinë e relativitetit përpara Einsteinit, evolucionin e llojeve përpara Darwinit, strukturën e ndërlikuar të atomit përpara Enrico Fermit, etj. Unë kam lexuar Kuranin disa herë dhe vetmja gjë që nuk kam gjetur aty është shkenca. Do të thotë ndonjëri që ti nuk je njeri që mund të nxosh shkencë.
Kjo është relativisht e vërtetë, por nuk ka nevojë të marrësh vesh nga shkenca për të kuptuar se në Kur'an veç për shkencë nuk flitet. Po ju jap disa ilustrime. Në surën 86, ajetet 6 dhe 7, thuhet se Zoti e krijon njeriu për një lëngu që hidhet e që del nga diku ndërmjet shtyllës kurrizore dhe brinjve. Lëngu për cilin flitet është sperma e burrit. Dhe shkenca e ka gjetur venin se ku është burimi i spermës. Nuk është diku mes shtyllës kurrizore e brinjve. Përkundrazi, është një 50 cm më poshtë. Është në testikujt e burrit. Tjetër. Në surën 25, ajetin 61 thuhet se Zoti ka stolicur qiellin me yjësi dhe ka vënë atë një kandil të ndritshëm, diellin, dhe një hënë që bën dritë. Në versionet anglisht të Kuranit, hëna që bën dritë cilësohet një herë si luminous moon, një herë tjetër si a moon giving light, një herë tjetër si shining moon, dhe një herë tjetër akoma si illuminating moon. Është i kuptueshëm ky vizion parak për hënën. Në shekullin e 7 nuk kishin si ta dinin, a kuptonin se nuk ishte hëna që bënte dritë, por ishte drita e diellit që reflektohej nga hëna. Tjetër, në shumë ajete thuhet se Zoti ka krijuar male të mëdhenj mbi tokë, në mënyrë që toka të mbahet e patundur e pa lëvizur. Thuhet se malet janë për tokën, ashtu si janë kapset e rrobave për rrobat. Nuk duket i vizion shumë shkencor, apo jo? Tjetër, në surën 31, ajetin 34, thuhet se Zoti e di se çka në barkun e shtatzanës. Dhe me këtë lihet kuptohet se ky është një atribut i rëndësishëm dhe ekskluziv i Zotit. Vetëm Zoti e di këtë gjë. Mirpo, s'është kështu. Ka ca kohë që këtë gjë mund ta dinë edhe prindrit. Nëse duan të dinë, shkojnë dhe i bëjnë një eko grua shtatzan, dhe aty u thuhet se çfarë është, vajzë apo djalë. E kështu ilustrime të tilla ka sa të duash në Kur'an. Por për të kthyer aty ku e nisëm tek dielli e toka, nuk mund të mos bëj pyetjen. Çfarë thuhet në Kur'an për diellin e tokën? Në Kur'an thuhet ajo që është thënë në Bibël. Domethënë që toka nuk lëviz. Madje kjo gjë në Kur'an thuhet më qartë e përsëritet shumë shpesh. Dhe kështu i bie që Zoti, të cilit nuk i shpëton as lëvizja e një kokrize dhe vetëm me plurin në çdo qoshe të gjithësisë, së pafundme të pamatshme, nuk e paskaditur se në të vërtetë është toka ajo që rrotullohet, ajo dielli. Kështu i bie që ne krijesat e mira të Zotit kemi mundur të marrim vesh një gjë përpara Zotit, madje më mirë se Zoti, sepse në fakt kjo që ne dimë që toka rrotullohet rreth diellit është e provuar tani me si një që bën dy. Ka kohë që është provuar. Ashtu siç është provuar që fjala vjen nuk ka veprim pa kundër veprim. Këtë gjë e ka provuar Isaac Newton. Dhe me qëra fjalët e Isaac Newtoni po e mbyll me një pyetje. Kush është më frymëzues e më i afërt për ju? Jezui pa shkollë, që u iku syve të botës për 40 ditë e 40 net, që shkoi në shkretëtir ku agjëroi gjithkohon, u lut, e më në fund vuri vetën në provë në mënyrë të suksesshme, përballë djallit që kërkoi ta tundoj. Muhamedi analfabet që mbyllej me ditë të tëra në shpellë, e lutej, e meditonte në pritje të rondevus me angjëllin Gabriel. Apo Isaac Newtoni që u izolua gjithashtu, u mbyll në shtëpinë e vet për 18 muaj me radhë, dhe jo për të lutur, dhe jo për të agjëruar, dhe jo për të pritur në një rondevu në një vizitor qellor, por për të bërë shkencë, dhe kur doli i tha botës se kishte shpikur metodën e llogaritjeve infinitesimale. Cili pra është më frymëzues dhe më i afërt për ju? Për mua është sigurisht ky i treti.